E më si drejtues i Partisë Socialiste, i proceseve demokratike edhe pastaj i Partisë Socialiste, njeri me bonsensus të lartë, njeri me koncept të drejt për shtetin, për forcën që drejtonte, për tolerancën, dhe ka lënë mbrapa një pasuri shumë të madhe për politikanë të jashtëm, për politikanë të ri, se si duhet ta konceptojnë edhe si duhet ta zbatojnë në praktikë bashkëjetesën në politikë, në bashkëpunimin në politikë. Edhe ai e tha vetë me gojë sa ishte, prapa më vjen historia, prapa do ta marrim vesh se kush ka ikë. Akoma se kemi kuptu, po ma vonë do ta marrim vesh se kush ka ikë. Dhe sot po derdhin shumë lot njerëzit, i gjithë populli po derdh lot, populli i ndershëm, po fatkeqësisht po derdhin lot edhe disa hipokritë, që ne do të jemi të kujdesim ndaj këtyre, ata të rrinë në pozicionet e tyre, edhe forcat demokratike të vazhdojnë rrugën përpara drejt demokracisë reale. Po shoftë në paqe, edhe ne të rrojmë dhe të vazhdojmë në rrugën e tij.